Kam dalë sot këtu për drejtën time se shtëpia më është përmbyt në ujë, afër burgut e kam shtëpinë, asnjë person nuk më ka ardhur, i kam marrë në telefon, jemi shpërndarë thonë për lagje, por asnjë njeri nuk ardh akoma në shtëpinë tonë për të na pa për ujë. Ato presin që dali ujti komplet. Unë i kam gjithë videot, i kam këtu në telefon, që i kam bën videot. I kërkoj bashkisë Durrësit në radhë parë të shfaqja të emergjencën, domethënë që të gjenden qytetarëve pranë, të gjenden këto momente që janë në kushte shumë të vështira jetese, janë në ujë gjithë njerëzit, me fëmijë, me prind, me gjëra të përmbyt. E sa ta herë është? Është herë e tretë që përmbytemi. Dhe 2 herë të tjera keni marrë? Jo, as si lloj dorëshpërblimi s'kam marrë. Kostoja e domeve në përgjithësi sa Kostoja, ka shkuar tani? po, çka ka orëndiç shtëpiake, gjithë shtëpia më shpërmbyt. Qa përmban, me dhomë gjumi, me kuzhina, me dhomë apritjesh, me televizor, me lavatrishe, me frigorifera, çdo gjë, qa përmbajnë orëndiç shtëpiake një shtëpie. Jo vetëm unë, por është gjithë lagja aty dhe më vjen shumë keq, është marrë shumë keq edhe për popullin, që ka ra në gjumë të thellë, që janë përmbyt gjithë lagja aty dhe nuk kanë guximin që dalin të kërkojnë drejtat e tyre këtu.